Përshëndetje, Alban Xhani TV Klan. Elci, jam thjesht kurioz si është kjo praksfit krahasuar me atë të disa viteve më përpara. Po, të them drejtën, për mua tani emocionalisht është gati e njëjta gjë, sepse me vërtet po përjetoj të neshje shumë emocionalisht, se është një neshje shumë e vështirë dhe e bukur për ta luajtur dhe me zor përpres që t'jena në fushë nesër. Masat e sigurisë, çfarë ide t'japin deri tani, edhe pse ke 2-3 orë që jeni këtu? Po, këtë masën e sigurisë kanë qenë dhe herën e kalume, besoj që është një gjë që e kanë për sigurinë e tyre, po mund të na japi një karikim ne lojtarëve ose ne gjithëve si kombëtarë që kemi ardhur në Serbi, që me që jena kështu të mbrojtën, duhet të karikona një çik më shumë për ndeshjen nesër. Ylliaga Digital, Elci, ndeshja 93 kundër Serbisë dhe praktikisht një finale për një bilet mundshme në botror. Je indikuar nga këto faktor apo vetëm tek fusha e lojës? Faleminderit. Jo, të them drejtën, është një kënaqësi dhe një nder të arrijë rekordin e Loriksonës nëse do arrijë, po unë mendoj gjithmonë për neshën, për kombëtarën, nuk është se është një objektiv që mund të ndryshojnë objektivin që kemi ne si kombëtar ose mu si lojtar. Kështu që besoj që veç jam për skuadrën dhe pastaj do shohim gjëra të tjera mbrapa. Elci, përshëndetje, Elvis Ergja Digital. Keni dhënë ndonjë këshill lojtarëve, sidomos atyre më të rinë në moshë për këtë ndeshje? Po, të drejtën është shumë e thjeshtë, se sot sa erdhëm me këtu, nga sa u nismë nga hoteli që ishim në Tiranë, deri tani besoj që gjithë lojtarët e kanë pa vetë dhe kanë përjetuar emocionalisht çdo gjë që kemi bërë deri tani, dhe besoj që do jetë një gjë pozitive për ne dhe për lojtarët, sepse e kanë kuptuar se si është kjo ndeshje nesër. Elci, Edi Tufa, Top Channel. Para 2 muajsh ne patëm ndjesinë sikur e humbëm një ndeshje që mund t'i merrnim 3 pikët. Sot si e sheh këtë prag ndeshje, mendon që i kemi shanset po ashtu që ta fitojmë atë ndeshje? Këtë ndeshje? Po, normal që ndeshja e kaluame, besoj që fitoria ishte për ne, sepse ne luajtëm mirë dhe të them drejtën tu do e kemi marrë me njëjtën gjë, sepse një ndeshje është ndeshje futbollit që nuk i dihet se si mund të shkojnë, si ishte edhe në Shqipëri që gjithë po thoshin që mund të ishte shumë e vështirë, shumë ekstreme kështu, po futbolli është futboll, mund të kesh raste ti, mund të shënosh, mund të fitosh ndeshjen ose mund ta humbasësh. Po thjesht dëshiroj që gjithë të japin 100% fushë dhe pastaj sido që të shkojnë do jetë një gjë tjetër si do shohim pas ndeshjes. Sulçe? Altin Sulçe, A2 CNN. Si mendoni Elci, me që jemi te përqindjet, ta 100%, sa përqind ka ekipi ynë që marrin rezultat fitore, barazim humbje? Ne kena ardhur për fitore, nuk kena ardhur për barazim as për humbje, kështu që si thash përpara, ne duhet jemi koncentruar te as 100% ndoshta nuk dalin, duhet jena 120%, sepse me vërtet është një ndeshje delikate dhe e fortë që mund të jetë një finale për ne dhe si për ata, kështu që duhet ta dimë që edhe nga ana tjetër janë në njëjtin pozicion si kemi edhe ne. Ysaj, Enos Karço, RTSH. Dihet që është një transfer të vështirë, ndeshje vështirë, kundërshtar i vështirë. Por gjithashtu e dim që kjo është një ndeshje për jashtë apo brenda për ne. A është Shqipëria gati dhe lojtarët tanë gati për të marrë fitoren në një fushë si kjo në Serbi? Gjithë si që unë gjithë e mendojnë si unë, besoj që duhet kemi ardhur për fitore sepse nuk vim për barazim ose për humbje këtu. Po si thash përpara, futbolli është shumë i çuditshëm, që nuk i dihet si mund të shkojnë, po gjëja e mirë do ishte se gjithë ne të kena një mendim dhe një mendje për nesër, që tim gjithë fushë, gjithë me një mendje për tesë përpara dhe për të marrë një fitore, kështu që shpresoj që nesër të jetë kjo moment ose dita. Pitanje za vas, Srbija ima dosta dobrih napadača, među njima i Dušan Vlahović sa kojima ste imali prilike da igrate u Italiji. Od koga mislite da vam preti najveća opasnost što se tiče napada Srbije? Po, normal, dim gjithë që Serbia ka lojtarë të mirë, ka sulmuesa të mirë, po kam luajtur dhe në Itali me sulmuesat që ka Serbia, janë gjithë me kualitet, po si që dim dhe ne kemi kualitetet tona, kemi një frym grupi shumë mirë, jemi lojtarë me eksperjenca, kështu që shpresoj që dim dhe ta përballojmë sulmin e Serbisë. Any other question from the Serbian media?
For the player? No? Okej, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Elsin. Elsi, falenderoj. Mundi bashkëpunë skuadrën, ne do vazhdojmë me trajnerin Silvinjo.